Si arritur të goca në fëmijëri që janë kaq shumë lehtë pre e meshkujve narcisist? Të rritesh pa dashuri, shumë kollaj të biesh prej një narcisisti që është manipulimin e ka pikën e tij më të fortë. Tashmë e dim që narcisistët manipulojnë në mënyra të frikshme. Pra ti mendon kur një narcisist në fillimet e marrëdhënies, po. Madje unë mendoj që në këtë ndjes, në këtë si e thon, kualifikimet që duhet kesh për të futur në Big Brother, duhet të jesh disi narcisist, se edhe lojën kam përshtypjen mund ta manipulojnë bukur. Absolutisht. Se manipulator dhe në për të dashurisë, besoj. Në çdo gjë që ata i rrethon jetën e tyre. Big Brother është një lojë manipulimesh. Okej, absolutisht. Tani duke qenë se ata në fillimet e një marrëdhënie japin shumë, më shumë se duhet, pra ti kur një narcisist mendon që princi kaltër ekziston, pra dashuria e bukur e përrallave ekziston. Ata jepen 100% derisa ata të fusin ato kthetrat e tyre dhe pastaj ti bëhesh thjesht një marionetë e tyre dhe kjo goca si është, pra këtë më shpjego pak mua atje, si është rritur kjo në fëmijëri, si është trajtuar kjo në fëmijëri që bie kaq lehtë pre e narcisistit? Pa dashuri. Pa dashuri. Pa. Shpesh mungesa e dashurisë, mungesa e ati informacione që prindrit duhet të japin, të kontrollit të ndjenjave, të emocioneve, të njohjes së vetes, çfarë ti duhet të duash dhe çfarë jo, si të njohësh një person, cila është e mira dhe e keqja. Pra biseda që për të vërtetës edhe në fëmijërinë më përpara, po edhe në fëmijërinë sot mungojnë shpeshherë. Duke qenë se fëmijët dalin në jetë të pamësuar nga gjëra të tilla, pa informacionin e duhur, se tani ti nëse pret shkollën apo të lexosh artikulli nuk të shfaqet aty kur ti njeh personin. As shkolla nuk të bën ty me dije të t'japi leksionin kur ti e ke personin përballë. Pra këto gjëra paraprakisht duhet ti mësohen fëmijëve. Sikurse duhet të na ishim mësuar dhe ne. Që jemi një brez që për të vërtetës nuk është se kemi pasur një komunikim shumë të shëndetshëm me prindrit tanë. Po thuaj se e munguar. Absolutisht. Sa më shumë ta mësosh ti fëmijën tënd për ato gjëra që do i vyje në jetë, aq më i mirë do bëhet ai kur të dalë në jetë. Mos u mundoni të thoni fëmijës çfarë do bësh ti kur të rritesh. Çfarë profesioni do zgjedhësh ti? Zgjidh këtë se ky ka treg pune, kam shumë të ardhura etj. Mësoni fëmijëve si ata të njohin veten, sepse duke njohur veten e tyre, mund të njohin dhe persona që kanë përballë.